Ju janë zverdhur dhëmbët, zgjidhjen e keni në shtëpi. Zverdhja e dhëmbëve është një siklet i vërtet, të paktën për anën estetike tonë. Kështu që nëse larja e rregullt e dhëmbëve nuk mjafton për t'i pasur të bardhë, ekzistojnë dy zgjidhje natyrale të cilat zhdukin atë shtresën e bezdisshme dhe të verdhë. Pikë së pari, përzieni sod buke me krip. Krijoni një masë kremoze dhe vendoseni mbi furçën e dhëmbëve duke i pastruar normalisht. Një procedurë të tillë mund ta përdorni një herë në javë. Gjithashtu edhe lëkura e portokallit dhe limonit ju vijnë në ndihmë në këtë drejtim. Kjo pasi për shkak të acideve që përmbajnë ndihmojnë në zbardhjen e dhëmbëve. Me një copë lëkurë mund të fërkoni disa herë dhëmbët. Nëse keni durim deri në 3 minuta ose në të kundërt, përsëriteni sa më shpesh këtë veprim. Pas këtyre trajtimeve do të vini re rezultate të menjëhershme.